Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit nëntor për shenjën e ujorit. Ujor, java e parë e nëntorit do të jetë një javë ku do të ndjeni të sulmuar. Do të ndjeni në presion të madh dhe kjo do të vinë nga njerëz që kanë xhelozi për suksesin tuaj, xhelozi për imazhin që ju keni, për respektin që merrni nga të tjerët. Disa persona këtë xhelozi do ta tregojnë hapur, do jetë shumë e dukshme nga mimikat, nga sjelljet. Për disa mund të jetë e kamufluar si xhelozi që përpiqen edhe hiqen sikur janë miq edhe ju duan të mirën, por në fakt kanë inat dhe nuk ka arsye pse t'ju sulmojnë apo pse të komentojnë në këtë mënyrë. Do bëjnë të pamundurën për t'ju ulur nga pjedestali. Dhe për disa ujor, impaktin do ta ndjeni tek puna. Do ta ndjeni tek puna ku kolegë të ndryshëm do mundohen që të gjejnë gabime me punën tuaj, t'ju bëjnë vrejtje, do duket sikur gjithçka që ju do të bëni në këtë javë të parë, ato ju monitorojnë me detaje, po vëzhgojnë çdo lëvizje, çdo sjellje, çdo gjë dhe pastaj bëjnë komente. Do ta ndjeni këtë gjë dhe do thoni që pas ke kapur me mua në këtë javë, që nuk po më lë rahat, vetëm po më bezdis vazhdimisht. Do jetë e qartë që është shenjë xhelozie dhe inati. Për disa mund të jetë, sidomos për ujorët që kanë bizneset e tyre private, mund të jetë një rivalitet kush merr më shumë klient, kush ka më shumë punë, kush fiton më shumë para. Ju jeni në një pozitë shumë herë më të mirë, prandaj edhe po ndodhin situata xhelozie të tilla. Për të tjerë, kjo përplasje do të jetë në familje, ku pavarësisht ndihmës dhe suportit që ju keni dhënë ndaj familjarëve të ndryshëm, e sa afër i keni qëndruar, tani që ju jeni në një pozicion shumë më të mirë se sa ata, ato kanë vrejtje, ato kanë pakënaqësi, ato gjithmonë përpiqen ta justifikojnë punën që ju keni bërë ujor, sepse ju keni punuar shumë, gjithçka çfarë keni arritur e keni arritur me forcat tuaja. E kthejnë sikur është thjesht çështje fati. Ky person ujori ka fat, ujori gjithmonë i ecin gjërat, ty gjithmonë të ecën mbar, ty gjithmonë të vinë rrethanat në atë formë që ti ke sukses. Do të jetë një moment shumë i fuqishëm nga ana spirituale për ju, sepse do ju hapen syt ndaj realitetit të njerëzve që të rrethojnë dhe do të ndodh momenti kulminant, do të jetë rreth hënës së plot. Hëna e plot me datë 5 nëntor, mund të ndodhë 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas, po hëna e plot nxjerr të vërtetën në sipërfaqe, hedh dritë mbi gjëra që janë të fshehta, gjëra të cilat njerëzit nuk duan ti tregojnë zakonisht ose i thonë në mënyrë shumë të fshehur dhe duhet me shumë intuit dhe me shumë vëmendje ta kuptosh situatën. Po do jetë kaq e qartë në këtë javë të parë sa do të jetë momenti i së vërtetës edhe për ju. Dhe kjo hënë e plotë është në dem, që është shenjë fikse, një lloj si ujorët, dhe ka të bëjë me gjithçka që lidhet me parat, me statusin, me të mirat materiale, pra çfarë ti ke arritur, që ka të bëjë me suksesin tënd profesional, sa para ke, statusin që ti ke në shoqëri, respektin që ti ke, stilin e jetesës që ti ke. Shumë nga njerëzit që ti ke rreth vetes tënde e lakmojnë, kanë zili, kanë inat, duan të kenë edhe ata të njëjtën gjë dhe prandaj do kesh këtë sulmin e vazhdueshëm. Java e dytë do të jetë një javë ku ti do duash të shkëputesh, të mos të mbash qëndrim nga njerëz të tjerë, të shpenzosh kohë vetëm, ju shikoj të mbi ngarkuar në këtë javë të dytë sepse keni shumë gjëra për të menduar. Thoni, nuk e dija që situata ishte e tillë, dhe sa komente që mund t'ju kenë bërë më përpara, ju gjithmonë i keni anashkaluar në formën, po bëjnë shaka ose thjesht po e thon këtë gjë si për të më ngacmuar. Nuk i keni marrë shumë seriozisht, po tani do jetë shumë e qartë që duhet të bëni një ndryshim me njerëzit që ju rrethojnë, sepse nuk mund të mbani këtë lloj negativiteti, po e kuptoni që gjarpërin e keni brenda, armiqt i keni brenda rrethit tuaj, jo jashtë. Dhe ndonjëherë dhimbjet më të mëdha dhe tradhtitë më të mëdha na vijnë jo nga njerëz të huaj, po vinë nga njerëz që i kemi afër nesh, njerëz që
pjesë e familjes, njerëz të cilët ti i ke konsideruar si shumë mund t'jenë edhe pjesë e rrethit të gjerë familjar, po ata që ty vërtet të njohin, ato janë ato personat që ndonjëherë të lëndojnë më shumë se kurçdo tjetër, sepse ti ke më shumë besim tek ta dhe duke pasur më shumë besim edhe atë pjesën e mbrojtjes e ul pjesën e mbrojtjes edhe hapesh, tregon më shumë, flet më shumë nga vetja. Do merrni një kohë për të analizuar të gjithë situatën ujor, se nuk është diçka e lehtë, por java e tretë do të jetë një javë ku ju do të bëni një ndryshim. Do të bëni një ndryshim që nuk do të mbështeteni më tek të tjerët apo t'i mbani njerëzit afër, thjesht pse keni lidhje gjaku, thjesht pse keni lidhje familjare, thjesht pse mund të keni vite që njiheni apo keni shoqëri prej kohësh. Kjo do të jetë java, sidomos gjatë hënës së re, sepse hëna e re gjithmonë është periudha për fillime të reja, për ndryshime, dhe kjo hënë e re me datë 20, pikërisht 20 nëntor, është në energjinë e akrepit, po në shenjë fikse, një lloj si ju, dhe energjia e akrepit ka të bëj me traumat, ka të bëj me parat e përbashkëta, mënyrën se si ti, kujt i ke dhënë para, kë ke ndihmuar, marrëdhënie të cilat janë intensive, janë të thella, kanë rrënjë të thella. Kjo është energjia e akrepit. Dhe është një energji që lidhet me besnikërinë. Besnikëria është shumë shumë e rëndësishme për ju. Pra të keni njerëz afër që vërtet keni besim. Jo njerëz që, për shkak të traditës familjare, lidhjes së gjakut e gjithçka, toleron, ke toleruar për shumë kohë me radhë, gjëra të cilat ndoshta për njerëz të huaj ujor nuk do t'i kishit toleruar kur i keni toleruar tek familja juaj, tek njerëzit që keni këtë lidhjen e gjakut, por tani jeni në një fazë që nuk do të toleroni më. Ajo çfarë do të ndodhë në javën e parë do t'ju shtyj që t'i hapni sytë edhe ta shikoni të vërtetën për atë që është, se sa të ndryshëm jeni nga këto persona, se sa nuk ju lidh më asgjë dhe tani janë në këtë sulmin që ju bëjnë në mënyrë të fshehtë, tani nuk keni më as besim të keni afër, nuk do të keni më as besim të ndani, të flisni më shumë për veten tuaj, sepse e dini që gjithmonë do të kenë zili, gjithmonë do të keni na, dhe ajo energjia negative, lakmia e të tjerëve, ndonjëherë mund të jetë shumë toksike sepse të prish punë në jetën tënde, sikur të pengon në bekimet e tua, në të mirat e tua. Për shembull, ti mund të kesh lumturi edhe ti thuash dikujt, fillova një vend më të mirë pune, do marr një rrogë më të mirë, po ju jap një shembull, mund të jetë diçka e ndryshme për ujor të ndryshëm. Po thua, fillova këtë punë, marr rrogë më të mirë, e kam më afër me vendin ku jetoj, është një punë shumë herë më e mirë, më japin ditë pushim më shumë, të paguara e të tjera, dhe menjëherë fillon xhelozia, menjëherë fillon inati, menjëherë fillojnë ato komentet dhe mund të shikosh pastaj probleme në punë. Mund të shikosh diçka që të ndodh, që duket ose ti blen diçka të re edhe të prishet menjëherë, sapo e tregon, sapo e ndan, e kam pasur me shumë dëshirë të blej këtë makinë, apo e kam pasur me shumë dëshirë të blej këtë çantë, apo të blej diçka tjetër. Dhe në momentin sapo e shikojnë personat e tillë dhe bëjnë ndonjë koment, ty të ndodh që të prishet diçka, ajo çfarë ti ke bler prishet, thyet, ndodh një gjë, menjëherë është ajo energjia, impakti, dhe nuk e eviton dot më këtë gjë. I duhet kohë, ujorët përgjithsisht marrin kohë për të marrë vendime drastike, sepse jeni shenjë fikse, jeni shumë besnik, jeni shumë të qëndrueshëm, por ama nëse e merrni si vendim edhe toleroni, ujorët gjithmonë përpiqen të shohin gjërat në një aspekt më racional, më logjik, përpiqeni të jeni më të ekuilibruar, më diplomat, nuk rrëmbeheni nga ato emocionet e momentit. Po kur e merrni si vendim, vendimi është i fortë edhe është vendim përfundimtar. Është shumë e vështirë që ta kthesh një ujor të ndryshoj mendim në momentin që ka stakuar diçka që kështu është edhe vite me radhë do të mbetet po një lloj. Nuk jeni personat që
të presim se qetësojnë, i bien nervat edhe më vonë mund të kthehemi të sillemi po një lloj. Kjo do të jetë diçka përfundimtare për ju i orë, e them këtë sepse shikoj në javën e fundit që do të ndërtoni një barierë rreth jush për të mbrojtur veten, për të mbrojtur çfarë keni arritur në jetë, për të mbrojtur familjen tuaj. Familjen sigurisht mund të jetë familja e re që keni krijuar, por ujorët që janë të martuar, janë në një raport në çift, por mbi të gjitha për të mbrojtur veten nga ana profesionale, të mirat materiale, çfarë suksesi ju keni arritur, sepse keni punuar shumë. Gjithçka ka ardhur me djerës, gjithçka ka ardhur me shumë sakrifica dhe kjo është një nga gjërat që ju nuk do ta pranoni dot. Fakti që do t'ju ulin atë peshën në rëndësinë e punës tuaj, sikur ka qenë thjesht çështje fati, që fati ju ka buzëqeshur dhe ju ka sjell këtu ku jeni, jo puna juaj, po ju e dini se sa orë keni punuar, se sa sakrifica keni bërë, sa net pa gjumë, sa strese, sa mendime e shumë gjëra që keni kaluar, vetëm ju e dini në kurrizin tuaj, pavarësisht se të tjerët e vlerësojnë apo jo. Energjia e nëntës më tregon që kjo është diçka, siç ju thash, diçka përfundimtare, në momentin që do ta merrni si vendim, do të jetë një vendim jo i lehtë për t'u marrë, për t'u shkputur, për të mbajtur distancë, sidomos me njerëz që janë pjesë e familjes tënde. Energjia e kësaj e javës së tretë më tregon që këto janë persona shumë të afërt me ty, që kanë lidhje gjaku me ty dhe nuk është një vendim i thjeshtë, por është vendim i rëndësishëm, është vendim i rëndësishëm. Dhe ajo çfarë ti do të ndërtosh përtej kësaj do të jetë ashtu siç ti e dëshiron, me paqe, me lumturi, do duhet forcë, jo më kot nga orakulli i gjelbër, mesazhi për ju është strength, forcë, të duhet forcë, forcë për t'i ndarë gjërat, për t'i vendosur pikat mbi i, forcë emocionale, po edhe forcë për të qenë vetëm. Duhet jesh si person i sigurt në veten tënde, për të thënë unë s'kam nevojë për askënd, unë ja dal vetëm. Sepse shumë njerëz qëndrojnë mbajnë rreth vetes në kuptimin figurativ, po ju them gjarprinj, mbajnë e kanë gjarprin brenda në familje, i mbajnë afër për arsye se kanë frikë, thonë po sikur do kem nevojë, nuk mund të rri vetëm, do më duhet dikush e të tjera dhe duhet një forcë e madhe për të thënë çfarëdo gjëje që mund të më sjell jeta e ardhmja, situata të ndryshme, do ja dal, do përballem vetë dhe njerëz të tillë nuk i dua, armiq që janë të fshehur, uqër që hiqen si dele, nuk i dua në rrethin tim. Kjo është energjia për ju e muajit nëntor, kështu që merreni me qetësi, do të jetë e fortë nga ana psikologjike, nuk do të jetë një vendim i lehtë, janë gjëra që duhet të ndodhin për të mirën tuaj në afatgjat, ujor ju jeni në fazën ku keni Pluton në shenjën tuaj dhe Pluto gjithmonë të sjell situata të tilla, situata tradhtie, situata zhgënjimi, por në fund jeni shumë herë më të fortë dhe më të fuqishëm. Është mbi të gjitha duhet respekti për veten dhe dashuria për veten tënde, që ti ta dish që të ke lindur, të gjithë kemi lindur vetëm dhe jemi në këtë rrugtim jetësor vetëm. Nëse dikush do të jetë në rrugtim me ty, duhet ta dojë këtë rrugtim me ty. Duhet të jetë krah teje, të të shoqërojë në rrugtimin e jetës me dashuri, me mirëkuptim të përbashkët. Jo ti je në rrugtimin e jetës dhe një person që mundohet si të tërheq mbrapa, ti mundohesh të shkosh përpara edhe këto zilia, xhelozia mundohen që të tërheqin pas, kështu që në afatgjat do të jetë për të mirën tuaj. Mendoni pozitivisht dhe përpiquni të jepni vetes kohë për ta kaluar të gjithë situatën, për t'u qetësuar në mënyrë që të keni atë forcën, mbi të gjitha forcën emocionale dhe forcën psikologjike për ta parë situatën, realitetin për atë që është dhe për të bërë sjelljet më të mira për veten tënde.
Okej, ujor, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin nëntor. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment. Mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos të mbisni videot e ardhshme dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online në www.goldentruthtarot.com, linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.